Aksident në Durrës, shoferi përplas me makinë nënën me fëmijën e mitur dhe largohet nga vendi ngjarjes. Këtë dhënë një aksident rrugor raportohet të ketë ndodhur në qytetin e Durrësit në rrugën Bajram Curi. Një shtetas me iniciale TA, duke drejtuar mjetin e tij, ka përplasur me makinë një nën bashkë me fëmijën e saj të mitur teksa ishin duke kaluar rrugën. Pas përplasjes, shoferi është aratisur nga vendngjarja, ndërkohë që nëna me fëmijën janë dërguar për ndihmë mjekësore në spital. Njoftimi, shërbimet e policisë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin TA, banues në Durrës, pasi me automjetin që drejtonte në rrugën Bajram Curi, dyshohet se ka aksidentuar dhe është larguar nga vendi i aksidentit shtetasen AM dhe fëmijën e saj të mitur. Të dy pas mjekimit në spital janë larguar në banesë, thuhet në njoftimin e policisë.